Sa të ndërlidhura janë politika dhe sporti. Është një temë shumë interesante, dikur tentoj shumë që të ndaj, të duke sigurisht e sakrilegj që politika dhe sporti të bashkoheshin, ndërkohë kur që nga lashtësia në vazhdim, sporti ka qenë një element shumë indikueshëm nga politika dhe është përdorur shpesh për shumë arsye për politikë, për të treguar domethënë që shteti që është i fortë në sport është i fortë edhe në fusha tjera, për të pasur dhe ka shumë studime, analiza, dhe unë vetë kam një studim shumë interesant për këtë, rolin e sportit e politikës në sport, apo të sportit politik, që nga bojkotet, që nga, se thua, është marrëveshje duke u nisur nga sporti, e famshme politika diplomatët e ping-pongut ndërmjet asaj Kinës edhe Amerikës në Shtetet. Plot raste të tjera që tregojnë gjithnjë më tepër sporti është pjesë e politikës. Problemi kush është për ta thjeshtësuar? Problemi është që do të përdori politika apo do ta përdorë shteti politikën. Nëse përdor vetëm politika është gabim, nëse përdorin një tjetër, por nëse shfrytëzojnë atë që quhet ndikimi i politikës në sport, pastaj që sporti të ndikojnë politikë më tepër kushte, më tepër zhvillim, më tepër mbështetje, kjo është pozitive. Po që se vetëm politika ndikon mbi sportin, e keq përdor sportin, kjo është shumë gabim.